Farat autoktone janë disa, kupton, ne në komunitetin ku ne jetojmë, kemi ruajtur dy tipe faras autoktone, një te kultura e dritrave që është Misri Farsulova dhe tjetra te kulturat perimore që është Domate Zemërkallë. Diçka është për arsye sepse rendimentet e tyre janë shumë të ulta. Fermerë të rrallë, bilës të moshave të kalura i kultivojnë këto, sidomos Misrin Farsulova për nevojat e tyre familjare, jo për kapse, për nevojat e tyre familjare, sa ai ka të tjera vlera ushqyese dhe kurative në drejtim të konsumimit të tyre. Gjithashtu dhe Domate Zemërkallë, po karakteristike veçante të dyjave, si të dritrat, ashtu dhe të kultura perimore nuk kanë rendimente të larta dhe fermerit sotëm nuk i leverdis ti trajtoj dhe të kultivoj këto fara, po drejtohet drejt farave hibride ku kanë rendimente të larta, qëllimi është fitimi i tyre. Si janë ruajtur këta fara ndërkohë? Këto fara ndërkohë janë ruajtur duke i kultivuar nga vite në vit pa ndërprerje, nga brezat këto nuk kanë, ndoshta është ulur kultivimi i tyre, por këto vitet e fundit, mos themi një 10 vjeçarin e fundit, këto po marrin përsëri një regjenerim dhe një shtim të sipërfaqeve të mbjella. Si për dritrat, Misri Farsulova ka ardhur në rritje, kultivimi i tij përsëri, arriti një moment që shumë i ulët, po tani hapësirat pa sipërfaqet me kultivimin e Misri Farsulova po vinë në rritje. Gjithashtu dhe për kulturën e Domate Zemërkallë. Rreth sa fara autoktone kemi ne? Në flasë më mirë këto fara autoktone, ne flasim për komuniteti ku ne i kemi grumbulluar, po fara tipike autoktone janë dy. Fara të tjera të kultivura dhe të trashëguar nga të parët tanë, ne kemi arritur në grumbullimin gati të 80 farave. 80. Të falenderoj.